LSDM dhe BDI treguan se janë të pandashme edhe në opozit, ndërsa deputetët Evenko Filipçes dhe Ali Ahmetit u bashkuan kundër sigurisë dhe jetëve të qytetarëve në komunikacion, kështu deklaroi deputeti i partisë në pushtet, Bojan Stojanovski, i cili theksoi se në kuvent të gjithë ishin dëshmitar të sjelljes së opozitës destruktive, të personifikuar nga LSDM dhe BDI. Në vendet që të kalonin veten dhe të votonin për ndryshime ligjore që janë në dobi të qytetarëve, LSDM dhe BDI vendosën të veprojnë me inat. Herë nuk u pëlqente një gjë, herë një tjetër, herë pretendonin se do të keshpërdoreshin të dhënat e qytetarëve. Këtu shtrohet një pyetje logjike: çfarë bënin gjatë 7 viteve kur ishin bashkë në pushtet? Nëse diçka e tillë nuk ishte e pranueshme, apo ishin edhe vazhdojnë të jenë të bashkuar vetëm për interesa personale. Stojanovski tha se sa i përket viktimave në rrugë, numri i viktimave në aksidentet e trafikut në Republikën e Maqedonisë është 65 persona për 1 milion banor, ndërsa mesatarja evropiane është 45 viktima në vit për 1 milion banor, që do të thotë se Maqedonia ka rreth 1/4 më shumë se mesatarja evropiane. Ai gjithashtu njoftoi se në dhjetor 2025 dhe në janar të këtij viti, numri rasteve me vdekje është ulur nga 11 në 2 raste.